Pas përplasjeve prej disa ditësh me policinë, banorët e Rjollit janë paraqitur ditën e sotme në SPAK, ku kanë kërkuar takim me drejtuesin e prokurorisë. Pas refuzimit të kësaj kërkese, ata premtuan një tjetër protestë pas 3 ditësh, e cila nuk do të jetë kaq paqësore. Na 5 fiset që jenë aty, nuk mund të quhet një Fatmir Shpellës me thonë se na nuk ekzistojmë. Na ekzistojmë. Banorët pretendojnë se tokat u janë rrëmbyer nga persona që kanë pasur akses në arkivat hipotekore në Shkodër dhe më pas janë falsifikuar dokumentat. Rreth 60 familje pretendojnë se resorti po ndërtohet mbi toka që u përkasin atyre dhe që i kanë trashëguar brez pas brezi. Ju lutem drejtësi në leni djem, vlezën, motra, ka kënë aty. Se qysh jem kur para se me dekë më ka thonë. Kam kanë 20 vjeqe, e më ka thonë, mos e shisim tokën, manje, ja po ja vlamanet. Ju lutem drejtësi në kështet. Në Bregdetin e Velipojës, pritet të ndërtohet një resort turistik luksoz, i quajtur Blue Borgo, projekt që përfshin vila dhe struktura hotelerie me 5 yje. Projekti do të shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh, në kufirin me zonës Rane Hedhun dhe Baks Rjoll në qarkun e Shkodrës. Me një vendim të marrë në fund të vitit 2024, kompania përfitoi statusin special investitor në struktura akomoduese me 5 yje, duke i dhënë projektit trajtimin e një investimi strategjik në turizëm. Protestat kanë sjellë përplasje me policinë, tensione dhe shoqërime të banorëve në komisariat. Kjo është hera e dytë që banorët i drejtojnë SPAK-ut për këtë çështje. Më 25 mars të vitit të kaluar, ata depozituan një kallëzim penal ndaj firmës ndërtuese dhe ndaj personave që dyshohet se kanë falsifikuar dokumentet e pronësisë në zonën Baks Rjoll.